Na thuaj se çfarë ndodhi me xhamin. Spari kisha dash me theksu se janë bërë disa dezinformata rreth çështjeve xhamive këtu, sidomos me xhamin tjetër në Sangall. Domethënë nuk është ajo xhami që është anulu, po as kjo tjetra nuk është që është anulu. Domethënë nuk është anulu as në xhami, që nuk i lejohet të ndërtohet një xhami apo të bëhet një objekt për xhami. Por çfarë ndodhi? Si është ky procesi? Sfari duhet ta theksoj që unë përfaqësoj xhamin në Altendorf, e kantonit Shvicit, dhe xhamia jonë nuk është ndalu, ose objekti që kemi synu ta blemi nuk është ndalu. Ligjërisht jemi në rregull, me gjitha dokumentet, me gjitha planet që kemi pasur, por për shkak se shumica e këtij fshatit janë të djathtë dhe kanë bërë një bujë të madhe dhe u munduan ta ndajnë popullatën në dy pjesë. Për atë arsye ne vendosëm të tërhiqemi. Nuk është që është ndaluar. Ligjërisht ajo mundet të bëhet pa kur një farë dyshimi. Po ne jemi të rrek. Që më ngjall pak naci apo si? Pa tjetër. Vlerat islame nuk janë ato që bojnë përçarjen mes popullit apo mes një fshati. Vlerat islame janë që t'i bashkojnë njerëz, t'i bashkojnë popujt. Para të arsye ne vendosëm që të tërhiqemi. Ju në cili është fshati? Fshati ku kjo xhami, domethënë ku ne jemi tërhekur, është Sibnen. Sibnen, okay. Aty kanë bërë disa nënshkrime për me kundërshtu ndërtimin e saj. Po, domethënë është një pjesë që kanë bërë këtë peticionin, është partia e djathtë e Zvicrës, SVP, që ka marrë këtë peticion. Kanë bërë rreth 5.000 nënshkrime dhe ankohen që mos ndërtohet. Po, ankohen, ama janë të pavlefshme. Ligjërisht janë të pavlefshme, se nuk vlenë, nuk mirën në konsiderat se ku e statuti ku e dërgojnë këtë? Se ata dërgojnë normale, dërgojnë në komunë apo në ato institucionet dura që janë, po nuk vlenë, nuk janë valide për arsye se nuk kemi bërë asgjë jashtë ligjit. Ligji i mbron fet. E lejon ligji ndërtimin e një xhamie. Absolut. Cilat janë kushtet që të plotësuar për të ndërtuar një xhami? Normal, kushtet janë kont plotësuar, po si e thashë edhe më herë, nuk na i përmend disa pikë kushteve, të lutem, nëse mundesh. Po kushte është mos kenë minare dhe mos thirrët ezani. Këto janë kushtet, për ndryshe nuk kufizohet me diçka tjetër. Dhe ju keni dash të tillë ta ndërtoni apo jo? Ti plotësoni kushtet? Jo, ne nuk kemi dash ta ndërtojmë fare, ne kemi dash ta marrim ato objektin dhe ta shndrojmë në qendër kulturore islame. Jo ta shndrojmë një xhami që vetëm me funksionu si xhami, por si qendër kulturore islame. Kështu pa minare dhe pa ezanin apo jo? Absolut, ajo nuk lejohet kërkun Zvicër, jo vetëm këtu të ne. Dhe cila është kundërshtimi që ata kanë bërë? Shkrimet? Cila gjë po ju pengon sipas asaj letre që e kanë nënshkru? Po nuk është diçka që ju pengon aty. Unë mendoj më shumë është që nuk janë të informuar mjaft rreth islamit. Domethënë janë pa bazë ato kritika apo si them, që islami nuk i takon Zvicrës ose nuk ka vend në Zvicër, nuk mund të themi ashtu se islami nuk përfaqëson asnjë komb, islami nuk përfaqëson asnjë kulturë. Islami thjesht është për njerëzit. Zoti flet në Kur'an për njerëzit. E zbrita fenë për njerëzit, jo për arabët apo për shqiptarët. Dhe tash keni vendosur që ta pezulloni për një kohë, a do ju sqaroni se si do të jetë apo cilat janë hapat që keni vendosur t'i bëni? Ne e pam të arsyeshme, si që e ka dhe më herët, vlerat islame nuk janë ato që të nxitim urrëtie mes qytetarëve. Edhe kemi vendosur të tërheqmi, po
sigurisht që ne nuk do të ndalemi, do të kërkohemi, po ne nuk jemi edhe jashtë, ne kemi xhamin, e kemi edhe të bleme, po është pak e vogël dhe e kërkon, domethënë kemi shumë antar dhe për atë arsye kemi pas dëshirë që të zgjerohemi pak. Pra, mendoni që ta bëni prap të hap pas sharimeve dhe ndoshta komunikimeve që do t'i keni apo Po, ne kemi biseduar edhe me komunën dhe kemi kërkuar edhe për tyre që të na ofrojnë një alternativë. Jo vetëm të kundërshtojnë, po të ofrojnë edhe alternativë. Po unë mendoj që më shumë të janë këto dezinformimet që bëhen nëpër media plota, që janë edhe në Zvicër, po edhe te ne, nuk është që Zvicra nuk lejon xhamia, është thjesht gënjeshtër për kreve që pretendojnë ta, apo e thojnë. Xhami kemi afër diku 350 xhamia që funksionojnë, pa më parasysh cili komunitet është ai që e ka bërë këtë nismëri, po xhamiat nuk ju shërbejnë vetëm shqiptarëve apo turqve, ju shërbejnë gjithë muslimanëve. Ne në xhamin tonë kemi të paktën 5-6 raste ku janë konvertuar zvicran. Nuk mujna me thonë që Islami është vetëm për shqiptar, po është për gjithë. Ne jemi të mundu që sa më shumë të hapemi dhe që ju bëjmë vendet e tjera, edhe nacioneve tjera, që të kenë mundësi për ta kryer ritmin fetar. Për arsye se nuk mundemi ne t'i themi si pretendojnë disa këtu që janë t'i quaj ekstremist ose radikalist, që thojnë nuk ka vend islami këtu. Çfarë t'i bëjmë ne tashti? Ose na thojnë neve shkoni në Syri apo shkoni në Turqi dhe atje ndërtoni. Çfarë t'i thojmë ne një zvicrani që konvertohet? Ta lëshojnë ai vendin e vetash? Mos ketë mundësi të praktikojnë fen? Kjo është banale. Që të mos kemi prap dezinformata të tilla, sepse ne gjithë e kemi kuptuar që po dëshironi ta ndërtoni një xhami shumë të madhe dhe u ndaluan. Ky është informacioni që e kuptuam. Ju në fshatin Sibnen keni një xhami tjetër. Ne në fshatin Altendorf e kemi, që është rreth, është fshat 5 kilometra, 6 kilometra nga ky fshat tjetër. Ne kemi ekzistuar edhe në këtë fshat, domethënë para 30 viteve këto është themelu fakt xhamia jonë në Sibnen, para 30 viteve, dhe kemi qëndruar diku 2-13 vite kemi qëndruar këtu, dhe nuk kemi pas problem. Pra të them që nuk është që ndalohet, se ne kemi qenë këtu, nuk ndalohet për ta bërë një xhami. Ka pasën disa që kanë domethënë insistuar dhe bënën një farë përçarje, dhe për atë përçarje ne u tërheqëm, është në mes të fshatit, ne mund të gjejmë edhe dikun tjetër, ndoshta edhe me një komunë që është pak më liberale. Ju keni kërkuar një shtëpi historike që është aty në shesh të këtij fshati? Nuk është historike, se momentin që do ta blej atë dikush, ai do ta rrënoj atë dhe do të ndërtojë një ndërtesë. Çka është ajo shtëpia? Është krejt e zakonshme apo çka është? Absolut është e zakonshme, nuk është e mbrojtur prej kujna i përket, është person, individ? Është individ, është një zvicran. Jo, zvicran, po. Ju do e bleni prej ti, apo si e keni para pa? Na me ble prej tina. Me ble prej ti dhe për ta shëndruar në një qendër kulturore islamike? Absolut. E cila do të ishte... Çka nuk kuptoni ju me këtë qendrën? Do të ishte edhe xhami? Faltore do të ishte, do të shërbente të gjithëve, nuk do të shërbente vetëm shqiptarëve apo vetëm kombit ton, po të gjithëve, pa më parasysh prejardhjen e tyre. Dhe aty do të kishte një restorant që do të ishte i hapur për gjithë, jo vetëm për komunitetin ton. Domethënë do të funksiononte si një qendër kulturore. Faltoria që do të ishte aty, pra pa minarën dhe pa ezanin, sikur që duhen rregullat e Zvicrës. Absolut. Dhe për këtë janë ankuar rreth 5000 zvicran aty apo jo? Këto ka shikon, banor të asaj zone. Nëse dikush e merr një iniciativë, po edhe te ne me marr atë iniciativë,
do të ketë njerëz të cilët nuk pajtohen me një diçka dhe do ta nënshkruajnë. Edhe këtu, por nuk është shumica që e kanë nënshkruar. E kupton? Ne nuk kemi tërhequr për shkak presionit apo për shkak kemi pas frikë nga dikush. Ne jemi tërhequr për shkak vlerave që i kemi. Nuk domi të bëjmë përçarje. Ne jetomi këtu. Unë nuk dua që nesër unë jetoj në këtë vendin si neve. Nuk dua që nesër të më shohin dikush dhe të thotë ja ky njeri ishte shkaktar për shkak ndodhi kjo ose ndodhi ajo. E kupton? Për atë ne u tërheqëm dhe mund të kemi mundësi që tërkund të marrim edhe nuk shumë e thjeshtë do të bëhet pa dyshim. Ka pasur, janë përmendur edhe projekte të tilla edhe andej për rreth apo jo, edhe në vende të tjera. Që është thënë se nuk do të ndërtohen, janë ndalu apo jo? Jo, nuk janë ndalu, edhe ajo është propagandë. Është raportuar, pra. Në një qytet të Zvicrës, Sangall, që thirret Sangall, aty është duke u projektuar një xhami, po nuk është ndalu. Është e njëjta parti, SVP, që bën dezinformata dhe janë të njëjtat media që bojnë dezinformata dhe i dezinformojnë njerëzit dhe nuk mundet ta ndalojnë askush. Partia që po kundërshton këto është zvicerane apo është Po, zvicerane. Zvicerane e djathtë. Apo nuk janë pjesë e institucioneve. Po, apo nuk janë gjithë, edhe pse janë të partisë SVP, kemi pas përkrarje edhe prej tyre që na kanë marrë në telefon dhe na kanë thënë që ne do t'i mbështesim dhe neve na vjen shumë keq, ndihemi shumë keq, marrën na vjen se çfarë janë të bëjë populli jon. Për peticionin që kanë bërë që kanë mbledhur shkrimet. Kemi pasur përkrarje për tyne dhe na kanë mbështetur dhe na mbështesin. A keni parë tekstin e peticionit, çfarë shkruan? Të atyre që e kanë bërë. Nuk dëshirojnë që të kenë një xhami në mesin e fshatit. Me arsyetimin? Parsitim. Nuk muslim me që nuk do të ketë minare dhe ezan ajo arsyetimi është se nuk dëshirojnë të kenë. Thjesht nuk dëshirojnë. Ka në shkrimet. Janë pak edhe janë mësuar ndoshta që çdo herë të jenë diku në industri, në zona industriale dhe mos të shohin, po unë mendoj që e vetmja fe në Zvicër që jemi mas tolerant në gjitha aspektet. Ne kur ndalme dhe ta shikomi se judizmi i gëzon gjitha drejtat, krishterizmi i gëzon gjitha drejtat, protestanti i gëzon gjitha drejtat. Ne nuk i gëzojmë. Neve edhe pse na lejohet të ndërtojmë një xhami, nuk na lejohet ashtu si e kërkon. Neve na ndalohet minaretja, domethënë minarja, na ndalohet thirrja e ezanit, domethënë jemi të kufizuar. Po megjithatë, që nuk është patjetër, që themi ne nuk është farz, kemi thonë s'është problem. I bëjmë edhe të tilla, por tash edhe të tilla s'u lejojnë. Jo, lejojnë. Nuk po themi që po ankon, nuk është që nuk lejojnë. Edhe ajo në Sangall, nuk është, ajo është dezinformim trashanik, domethënë me dalë me një informatë që kanë mbledhur për xhaminë e Sangallës, janë mbledhur 5.000 nënshkrime. Nuk është saktë, është gënjeshtër. Po e lexoj këtu edhe një në periferi të Berns, se nuk e di se si lexoni këtë vend. Bern, afër Bernit është një, Bernit, pra qytetit që një, okay. Edhe aty një tjetër. Aty është një komunitet tjetër që janë të përzim, janë komunitet ta quajmë multikulti, janë përzim gjithë, pakistanez, Tanganisani, ka turq, gjithë dhe edhe ata dëshirojnë ta marrin një objekt dhe e kam nguar para disa ditëve një intervistë aty që kam bërë. Aty kisha e vendit dëshiron që t'ja lëshojnë vendin, po ka disa individ që e kundërshtojnë. Don kisha ju ndihmon, se kisha nuk frekuentohet më, është zbrazur, nuk ka njerëz dhe dojnë t'ja lirojnë vendin, po ka disa që e kundërshtojnë. Atë për ta kthyer tash në xhami i bie. Absolut, po. Por edhe kjo kalon, do të tillë më njohurin botë është aja Sofia në Stamboll, që ndryshon herë
Herë për katolikët e herë muslimanët. Thuaj edhe një gjë të fundit, ju tash do komunikoni me komunën apo me këtë partinë? Apo me të dyja palët dhe do shihni nëse mund ta ndërtoni apo do tërhiqeni? Jo, ne jemi tërheqën, se ne nuk kemi pas domethënë plan për ta ndërtuar, por ne kemi pas plan vetëm ta blejmë dhe ta shndrohemi në një qendër kulturore. Ne jemi tërheq tash nga ai objekt dhe synojmë të marrim diçka tjetër, posa të gjejmë. Atëherë unë ju falenderoj shumë, ajo që ditë them është nga tash, shumë shpejt do të na keni atje, si ekipi Radio Dugaxhinit, do takohemi edhe me ata zviceranët që janë bërë musliman, janë konvertuar. Edhe me juve me projektet që i keni për atë rajon. Unë vetëm kisha dash se them një selam i javçu disave që janë sidomos disa antishqiptar dhe antifetar që bëjnë komente kot e kot. Edhe çdo herë vinë me një koment të tillë që pse s'ndërtoni shkolla apo pse s'ndërtoni, kemi ndërtuar gjithçka. Dhe çdo herë kur është kërkuar nga ne diçka, jemi çdo herë të gatshëm për të bërë. Edhe jemi të gatshëm çdo herë të bëjmë. Po pikërisht janë ata persona që bëjnë disa komente të kota, pikërisht ata persona janë që çdo herë më shefën dhe nuk dalin dhe nuk janë në gjendje të marrin një iniciativë të tillë pa parasysh për ndërtuar një kish, xhami, shkollë apo ndonjë shtëpi të pleqshve, një bibliotekë, janë pikërisht ata që kur nuk janë në gjendje të marrin një iniciativë të tillë. Ju kisha sugjeruar atyre që më mirë mos flasin se sa bëjnë komente të tilla. Që mund të jenë të dëmshme për të gjithë. Absolut. Të falenderoj shumë. Kjo i shërben vetëm një përçarje mes popullit. Të falenderoj shumë zotëri Sadriu. Faleminderit të juve dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë.